A keqja ka pas ka qenë me luftu pejgamberin, pa Allah ka s'ka kry punë pra. Atë kryti punë, kanë mujtë me e këthy. Ke pagu njerëz për me shajt pejgamberin kanë dështu. Ke pagu njerëz me luftu pejgamberin kanë dështu. Apo. Ke inicu fushata dëshme për edhe prap ty njerëz kanë nënçmuar. Ka esë pejgamberi sa asem rrugët Mekës, nuk i thirë njerëz fenë Allah te barekalla, e Ebu Lehebi mas ti duke gjyt me gur. Pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe do njerëz që kanë qitë Mekë thonë, që to pedim çka është për pejgamberin, se kanë thënë, "Ama ç'ky për mas çka ka bën?" Kanë agje i tij pse më kanë. Çfarë agje kë? Edhe njerëz ka mundë kuptoj ç'është agje nipën e vet publikisht që ç'është e bën. Se kuptoj njerëz vëllai. Fëmijët e Ebu Lehebit, shumica ty janë bu musliman. Ja ka plasë Allah shpirtin e përzgjallë ata. Çikat i kanë bë besimtare. Djemt i kanë bë në fund po janë besu. Keni pasur njerëz për shembull flasin shumë për kundër shamise, kjo është don Allah xhelal në mes e atij çikat i mbulohet. Ku e din ti këtë punë Allah? Ebu Lehebi kur ka vdek? Kur është shkatërruar, apo sa s'është deka apo, është gazep. Ka vdek pas betejës së Bedrit. Ka qenë i smut. Edhe Allah e ka spru me smujt tron, do me onë që nuk ka mujt me shku në Bedër. Ka pagu njerëz me shku në Bedër për ta. Ka onë që ju 5 vetë, unë pjo pagu i shkoni për mu luftoni. Qika që konë, parmene qëfar rebeli, qëfar kundërshtari. Edhe kur ka lëmi nga Bedri, a i mëse ka qenë smut nga rkum, ka lëmi nga Bedri, që ka ndodhja? E kapëte? Ja, me qëfar kapëni, një që se kana kapë. Po në Bedër ka vdek kjo, ketë elitartë e Mekës, shokët e ti kryesor ka vdek Bedër. Otbeja ka vdek Bedër, Ebu Gjeli ka vdek Bedër, ketë ata që me ta bëj këllafin e planit ka vdek. Atë ka kry punë tash autoriteti e pasonie. Magna anhu maluhu ma kesab. S'ka kry punë, për misionin të që ti këtë ashtë. Për që ta, prandaj edhe ju ka shtu 5.000 dhe ma tepër, edhe nga onë e të të thujnë njësot transmitime, se dhe më honë, në fund ditë të mramta ka pas edhe, domethënë dhimbje të mëdha, britm ka pas edhe ka pas erë të keqe, saqë s'kan mujt as fëmijët e tij më afro më ndihmu derisa ka shkatruar Allahu në fund ato. Magna anhu maluhu ma kasab. Ku e ki pasonin që me të qyrë dikush, s'ka kry punë, ku është autoriteti, ku ka shku këtë ka shku ndërshtim, ka shku. Sa njëri ka shpenzu, edhe vazhdoj me shpenzu, për shembull, forma ndryshme, autoritet, ndikim, para, çka do qoftë, për me shty agendat e caktuara përpara që janë në kundërshtim me besimin, në kundërshtim me natyrën njerëzore, me familjen. Në raport me investimet, sa ka fitim, shumë pak vallahi, shumë pak. Për shembull, në rozë, sa investohet sot për më mush xhamijat? Shumë pak, vallahi shumë pak. Në krahasim me sa investohet për më mush xhamijat. Çdo aktivitet që është në shërbim të shturjes, që është në shërbim të pasimit të epshit, në favor të agendave djallëzore, mëkatare, ndaj Allahut te barekalla, çdo aktivitet i tillë është kundërshtim me ardhen xhami. E sa ka të tilla, të llojshme, më pa i përmend. Nëse e shikon bilancin përfundimtar janë miliarda. Për një vend vogël, mos flas për vend të mëdha. Dhe në fund çka ndodh? Donë Allah xhallahu në mes e ati, qika ati mbulohet. Ku e din ti këtë punë Allah?